Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish sonte me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet më të fundit rreth jush. Do të flasim në fakt për një rast që mua më ka tronditur totalisht. Ka ndodhur në Durrës, Vjera, pa ditë nusen, sepse ka lënë 3 fëmijët edhe është larguar nga shtëpia, një nuse e re në mosh, por largohet nga shtëpia. Të lexojmë një herë rastin se çfarë ka ndodhur, më pas me patjetër që do ta komentoj. 3 fëmijë të mitur merren nën kujdes pasi lihen vetëm të paushqyer në banesë. Do të thënë 3 fëmijë të mitur, dëgjoni mirë, merren nën kujdesin social pasi lihen të vetëm pa ushqyer në banesën e tyre. Nis procedim penal për nënën. Një denoncim i bërë pas ditën e sotme dhe i shpërndar në rrjetet sociale ka vënë në lëvizje policinë e qytetit të Durrësit. Pas dyshimeve se 3 fëmijë të mitur ishin lënë pa kujdes në banesën ku jetonin, rasti u referua menjëherë në prokurorinë e qytetit, duke nisur edhe procedim penal për veprën e keqtrajtimit të miturve ndaj nënës së tyre, Blerina Basha. Do të thënë, Blerina Basha dyshohet se ka lënë 3 fëmijët e saj të mitur në banesë, është larguar. Fëmijët kanë qenë pa ngrënë, pa pirë, do të thënë i ka lënë në kujdesin e fatit, në kujdesin e mëshirës të Zotit, dhe jo në kujdesin e prindit. Sipas burimeve policore, fëmijët e mitur nuk janë dërguar në shkollë prej disa javësh. Do të thënë, Blerina Basha, nëna e fëmijëve, nuk i ka dërguar fëmijët në shkollë për javë të tëra. Dhe janë të keq ushqyer për shkak të situatës së vështirë ekonomike që po kalonte nëna e tyre. Do të thënë, nëna nuk i ka dërguar në shkollë, nuk kanë qenë të ushqyeshëm, sepse nëna ka kaluar vështirësi ekonomike. Basha, do të thënë zonja në fjalë, zonja Blerina, është nënë e divorcuar edhe aktualisht pa punë. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Plash kanë nisur procedimin penal ndaj shtetases Blerina Basha, 33 vjeçare, pas kallëzimit të bërë rreth orës 17:20 nga shtetësja D.V, e cila e ka deklaruar Blerinën si ish nusja e djalit të saj, e cila kishte lënë vetëm 3 fëmijë të mitur në pallatin ku ajo banonte. Pas njoftimit, shërbimet e policisë në bashkëpunim me zyrën e mbrojtjes së fëmijëve kanë ndërhyrë duke marrë në mbrojtje të miturit. 3 fëmijët u dërguan fillimisht në spitalin për ekzaminime mjekësore dhe më pas u sistemuan në kujdesin e qendrës së mbrojtjes së fëmijëve në Durrës. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm të Durrësit, e cila po kryen veprimet e mëtejshme për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Tani, do të thënë, para se të gjykojmë, unë dua të them që pa marrë parasysh sido që të jetë e vërteta, nuk mundem që ta mbështes në asnjë lloj mënyre. Jam shumë i bindur në qoftë se kësaj historie do t'i shkonim për thembre, siç i thot një fjalë popullore. Jam i bindur që shumë familje të cilat jetojnë në rrethinën ku ka jetuar zonja Basha, nëna e fëmijëve të mitur, do të kishin qenë në gjendje që do t'jepnin gjithçka ndoshta për të ndihmuar këtë familje. Jam i sigurt që edhe e ka ndihmuar në banesën ku zonja në fjalë ka jetuar, por ajo që në fakt është e pa imagjinueshme, pa marrë parasysh kushteve ekonomike që mund të jenë, është më se normale, sepse Durrësi është ndeshur edhe në një situatë shumë të vështirë, por sa e vështirë ka qenë për fëmijët që duke përjetuar edhe vërshimet merin që po ndodh apo këtë katastrofën e madhe, do të thënë
të përballen edhe me një tjetër katastrofë të tyre familjare. Unë them, përpara se të jemi nën, baba, përpara se të jemi prindër, duhet të jemi njerëz. Tani, zonja në fjalë është e divorcuar. Aktualisht fare pa punë, do me thënë fati i saj, siç duket, nuk është se ka trokitur bukur në jetën e saj, po nuk do të thotë që kjo sprove e cila ty të ka ardhur në jetë, të veproj për ty apo të bëj për ty që ty t'i lësh fëmijët e tu në rrugë. Do me thënë është e pa logjikshme dhe është e pa pranueshme. Unë e kuptoj, ajo mund t'jetë mërzitur, mund t'jetë stresuar, jetë dinamike, sfida shumë të mëdha, lodhje shumë të mëdha, të cilat vetëm në fakt një nën e di se si i përballon, por mbi të gjitha ajo nuk duhet në asnjë mënyrë që të tregon këtë urrejtje shpirtërore realisht për fatin që asaj po i ndodh në jetë, dhe kjo është një tmerr i vërtet. Unë nuk e di, domethënë se çfarë shpirti duhet të kesh, pa marrë parasysh realitetit, varfërisë, se thash, edhe sikur të trokasësh në një derë, të lëshosh një dorë, aman më ndihmo, do të kishin ndihmuar. Po çfarë do të zgjidhte kjo në qoftë se për të ishte shumë okay që të largohet nga shtëpia, të largohet nga familja, edhe të jetonte e vetme, ndërsa fëmijët, do me thënë, të rriteshin në mëshirën e fatit. Kjo në fakt është për të ardhur shumë keq. Unë uroj me zemër që policia të bëj punën e saj, por uroj dhe me zemër që shteti shqiptar të shikon këto probleme, sepse ndonjëherë pamundësia, ndonjëherë varfëria e tepërt, ndonjëherë ajo tmerri që ne kalojmë në jetë, na bën që ne realisht të marrim vendime që janë të dhimbshme edhe për t'i menduar e jo më për t'i përjetuar, dhe të lëmë fëmijët vetëm, të largohemi nga përditshmëria, të largohemi nga jeta dhe më në fund, do me thënë, të themi ne po dorëzohemi dhe tre të miturit tani le t'i marrë shteti. Unë uroj që shteti të vepron siç duhet, sepse realisht mos veprimi i drejtë i shtetit, neglizhenca e nënave të vetme, e bën që të merren këto vendime, dhe uroj me zemër që ato fëmijë të jenë në rregull psikologjikisht, sepse mendoj që zonja në fjalë ka kaluar dhe traumë psikologjike, e cila e ka çuar drejt këtij vendimi që nuk është një vendim i lehtë, është një vendim shumë i vështirë për t'u marrur, dhe uroj me zemër që t'i kthehet familjes pasi të mbaron procedimi penal, dhe të jetë një nën e përkushtuar tek fëmijët e saj, tek jeta e saj, dhe të jetë e ndershme në kuptimin, domethënë ta kërkon me ndershmëri, qoftë edhe një borxh le të jetë ai, vetëm e vetëm të ri pranë fëmijëve, sepse fëmia është dhurata e vetme që Zoti na e fal në këtë univers. Tani ne kemi për detyrë ta rrisim, sido që të jetë, me vujtje, pa vujtje, me dhimbje, me sakrifica, ne kemi për detyrë ta rrisim, dhe fenomenet të këtilla, më besoni, janë fenomene absurde.